La dhe motër, të begatofti i madhi i Zot, mos u mërzit. At-taibu, subhanallahu al-azim, këtu futet mëshira e madhe jynore. At-taibu min adh-dhanbi kemen la dhanbela. Tha ai i cili ti sot në xhuma, subhanallahu al-azim, për nga kusuret që i kemi Allahut mëndueshëm. Zoti na fal. At-taibu, ai që pendohet nga një gjinaf, është si njësoj si ai që s'e ka bëj gjinafin fare. Ky është Zoti jon. Tha ai i cili thot, Zot pendohem, nuk e bëj më këtë gjinaf. Me shpirt, me zemër, e kupton që ajo e ka shkatru. Thot, Zot, s'do ta bëj më, mund ta bëj ma si muja, po për çastin është i sinqert. Imani, besimi, kuptimi, e bjen që thot, Zot, pendohem këti. S'du t'i kthehem më. E ka me shpirt, se e ka kuptu që ajo vetëm e ka shkatru, nuk e ka nderu, ajo e ka ul, nuk e ka lartësu. Ajo e ka largu nga i madhi Zot, nuk e ka afru. Thot, Zot i madh, pendohem. Më fal. Nuk e bëj më këtë gjinaf. Tha, at-taibu min adh-dhanbi kemen la dhanbela. Tha ai që pendohet nga gjinaf, është i gjithë tjerët që se kanë bëhet e gjinaf. Bëjmë i gjithë barabartë.